gënjem aq shumë sa mendoj që është një pikë e vitit edhe e jetës së njeriut, po vit pas viti është një moment mjaft i shenjtë për secilin prej nesh, ku përpos së reflektimit se çfarë ndodhi gjatë gjithë vitit, ne kemi nevojë për një motiv të shtuar për të marrë hapa dhe vendime. Njeriu nga natyra të paktën janë ata që kanë iniciativa të mëdha personale. Ka nevojë gjithmonë që të udhëhiqet nga diçka edhe të ndjej një detyrim qoftë edhe moral vetes. Edhe detyrimin do t'ja ndjej nëse bën një farë premtimi. Po pas nëse i mban ose jo është çështje tjetër, se sa beson. Po mendoj që problemi është të bësh të kesh ide të mëdha dhe shumë të mëdha dhe duke ditur që mund të jesh shumë larg realizimit dhe jo, po si ishte 2025 si vit kështu? Ishte vit që përmbushi i shkëlqyer, po ishte vit që përgjithsisht edhe doli. A ishte vit që përmbushi përgjithsisht shumë nga ëndrat e shqiptarëve, se nëse përmbushje do të quajmë dhe emigracionin në... Valbona nuk beson të horoskopet. Ha, Valbon. Jo, nuk besoj ke horoskopin, me që ma bëri për Jo, nuk po pyesim për horoskopin, po flasim përgjithsisht si vit 2025, do më thënë. Për ty ishte i mirë? Relativisht i mirë, sepse gjithmonë varet se çfarë konsiderojmë më të rëndën ose më të keqen. Po që relativisht i mirë dhe mirë është siç po e diskutonim dhe gjithë këtu që për çdo person është shumë mirë një reflektim i brendshëm.